Po kjo është histori e një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Përshëndetje të gjithëve nga do që më na dëgjoni në këtë moment. Jeni me mua Fionën si çdo ditë tjetër me edicionin e fundit për këtë javë të Drive Me Crazy dhe në anën tjetër jeni me kolegun tim më të ri Arsim Limani. Përshëndetje, mirë se erdhe. Ai pesa mirë, vona vëllai. Përshëndetje për gjithë juve që jeni në këto momente në përvetura dhe po e ndjekni kolegën time Mastre. Fiona Gjema Trëshupa. Nëse vazhdo tash. Jo, kri, se më po ta më të prezantu. Okej, ju që jeni vetura i dërgoni foto në 049978978, po votoni me ka një voto aty për me mujt më ju tregu se cilat janë pjesë më të ngarkuara. Ndërsa kolegja ime këtu po do të prezantoj temën pastaj. Sot e kemi një temë të përzgjedhur përsëri nga kolegu im, sepse këtë javë ka qenë flak me ideja. Nëse do të zgjoheshe nesër diku tjetër, ku do të doje të ishe? Të më thonë, nëse t'jepet mundësia nesër prak mu zgju dikun tjetër, ku kishe dasht me qenë? Ai vend? Apo edhe me kë ofër? Po dhe, ku tash ajo përfshin shumë ku çka qyshtek? A ju diaspora, mos më thunin Kosovë, sa ajo dihet. Po. Hajde diçka pak më ndryshe. Kosovën e dim që keni qef me qenë këtu. Jo veç një ditë, po çdo ditë. Po kështu që të eksplorojmë sot pak me kreativitetin. Na tregoni ku kishe dashur me u zgju. Unë kisha dashur me u zgju në Bali. Çka gjatë? Veç. E më Bali. Pas ka dhe në Bali do të doja të zgjohesh. Në Bali. Në Bali, po tash mos me tinglu Bali. Bali. Se kisha pas qartësim shumë që tash për momentin me qenë afër natyrës, afër gjelbrimit, afër qetësisë, cicërimave të gjarprinve. I ka tje. Nejse, 049-978-978 është numri i telefonit ku po presim me na telefonu me njerë mbasi ta dëgjojmë këngën e parë, edhe ku po presim fotot komunikacionit. Na tregoni qysh është kjo e premte. Para dite ke mirë, ke qetë, mbas dite nuk e di qysh ka me qenë, dje ka qenë qetë, po ashtu ndërsa pas orës 6 ka qenë një katrahur e vërtet, një lëmsh. Kjo është kënga më e re e Diona Fonës, merri tonat e na ju presim me telefonata dhe me informata rreth komunikacionit pasi ta përfundon punën e vet. Diona Fona këtu në Klam Radio dhe në Koha Vision. Atën të shyshëm, kopja javë për meni emnat. I bjenë që non stop po përmensha. Kolon e gjatë është pjesa nga fshati Shkavaj deri poshtë Veternikut. Kolon e gjatë është kjo për momentin. Pastaj e ngarkuar është pjesa rrugës Agim Ramadani për tek udhkryqi i Menzës, po shihet me kolon nga komuna. E ngarkuar është rrethi me flamur rrethi i spitalit deri tek rrethi rrugës Bëm, edhe kjo pjesë me kolon në këto momente. Ndërsa Petrol Company na ka sjell çmimet dhe na tregon se në fushë Kosovë benzinën dhe dizelën e keni 1.19 për litër. Edhe ju që rimbushni makinat me derivatet më cilësore aty për 10 euro e merrni një kupon 22 kupona 33 kupona e bëni pjesë e lojës shpërblyese që mundeni me fitu një super vetur që po e dhuron Petrol Company. Kështu që mos harroni me shku me shfrytzu çmimet më të lira në fushë Kosovë, por kudo që moshni mos harroni me u bë pjesë e lojës shpërblyese. Ja, merri tonat. Ja, unë po e marr telefonatën e parë dhe një pengesë. Okej, që telefonata. Alo, përshëndetje. Mirë. Përshëndetje Fiona. Përshëndetje në gjatë. Se pas tani po tjetër. Qysh ja je mirë? Mirë, faleminderit. A jemi mësu me qeni parit edhe pse çto 2 javë të fundit pak ta kanë zonë renin. Po ju kam dhënë rastin e tjerëve. Mirë ke bum. Në gjatë, nëse do të zgjohesh nesër diku tjetër, ku do të doje të ishe? Për Kosovë do të doja të ishe në Prizren. Në Prizren, po që ku Prizreni në gjatë? Kushe në jashtë Kosovës në Dubrovnik. Në Dubrovnik, qashtu? Se thash për Kosovë, për këtu që ka kemi mundësi, adin mos të janë ashkalojmë e të fantazojmë pak për naj vend. Nëse dhe Dubrovnik o larg, po, aso afer jo. E pse bash atje? Po më kanë pëlqy Fiona se më kanë me shëtit bukur shumë në Europë këto ndër. E të kalon bresa Dubrovniku. Bukura për mua mbas fes, kuptoj. E që unë s'kam qenë asnjëherë edhe e kam kështu në listë. E kam në listë, kisha pas qef shumë e vizitu. Mirë. Faleminderit shumë, të përshëndes në gjatë. Vikend të kaldshëm.
Nëse ma serialit Game of Thrones, do me thonë që u pas bo një prej vendeve ma të vizitume, se një pjesë e madhe koqa e serialit është e incizume aty. Edhe u pat mbi popullu prej turistëve që shkojshin me i pa ato skenat vendet ku janë xhiru, ku është xhiru seriali, u deshte dhe komuna me reagu dhe me ndërmarr masa se janë nisën edhe me dëmtu qytetin atë shumë njerëz, se Dubrovniku ka gjithmonë turist, po nuk u pat mësu me pas gjithat fluks, edhe bona regla. Se çështë është ngjitsesh, kjo pakun e pak, kjo pakun e pak. Rregulla të reja për turistët që me i respektu edhe me mbrojt pak qytetin. A shkojmë? Po jo, po shkojmë veç që para se me shku po du mi ju tregu se dhe dalja autostradës në fushë Kosovës në këto momente e ngarkuar me kolon. Nëse veç me ndoni që nesër me uzgju dikun Gjermani, Zvicër, Sloveni, Suedi, Luksemburg, Paris, mos harroni me udhtu me operatorin ma të madh në aeroportin e Prishtinës, pristinaticket.net, për me i marrë çmimet ma ekonomike, pra për mes operatorit ma të madh në aeroportin e Prishtinës. Alo, përshëndetje Viber. Përshëndetje. Përshëndetje, seni gjyshe? Mirë, gjyshe Kiki. Mirë, ju si jeni mirë? Mirë, faleminderit. Si ke kalu? Mirë, mas që përmeni Dubrovnikun, në 25 vjet kemi qenë në lonat e verës Dubrovnik. 25 vjet kemi marrë pjesë. Tregom të lutëm, nëse do të zgjohesh nesër diku tjetër, ku ishe zgju? Më falë që me qaja përmeni Mustanin, po mos nostalgjia na ka me qenë në Londër. Në Londër me gjyshja Kiki, në Londër. Pse bash në Londër gjyshja Kiki? Unë kam qenë shumë herë me ansamblin, po që tash kam qef veç me shku me pa dhe njera, po. Edhe stërgjyshe jam bo, kisha pas qef me shku, po besoj që ka me shku, besoj. Super gjyshja Kiki. Shëndetin, pak pri komës, se nuk jo mirë, dhe të më kalën koma edhe... Ade se do të më bo gati me ndrejsh kamën, kena lojt futbollit e sene, mës më nalë gjyshe. Faleminderit shumë që na gëthir. Ju përshëndes shumë, ju përshëndes. Përshëndesim gjyshe. Do me thonë tash kur janë nisin me na tregu këta ku kanë qenë, edhe unë e tek qyrim njëri tjetrin që si rakon as gjysën e këtyne vendeve. Problemi është që na do me thonë na kjo gjenerata për dini. Gjenerata para liberalizimit. Po, na e na kanë, kena pas një farvujtje të lehtë udhimit, por deri sa këto gjeneratat e vjetra kanë mujt me shku, edhe ka pas ai trem, shkoj ke treni. Nëse, mustina kësaj farteme sonë fiona me njerë rënqethemi, edhe s'kena çka me bo. Gjyshja kom qenë shumë herë, tha po do doja edhe një herë. Edhe një herë me shku, apo merr vesh. Nëse përshëndes edhe një person që po ka udhtu, do më thonë komplet Evropën. Me trena? Me udhtime, me tren, me shkolla, me ekskurzione, me çka do. Qysh ka mujt u kap diku në... Qashtu qysh ka mujt. Do të mos gjet. Edhe ka qenë një 80 vjet ma vjetër se unë, po nejse. Ku do që të shkoni, me rëndësisht me pas... Qa të dikon? Ku do që të shkoni, dishta me thonë, është me rëndësi me pas internetin e mirë me vete. Tash IPCO na ka mundësu që me një kod të vetëm me aktivizu pakun e internetit nga do që të shkojmë, apo në rajon, apo në Evropë, apo dhe në Amerikë, ku do që të shkojmë, mujna me një kod të vetëm me aktivizu cilën do paku që na nevojitet. Nuk kena nevoj me instalu mo esima, mi do në dhënat e kartele, se këni anej vetëm me një kod, mundesh me aktivizu pakon. Gjithashtu ka sjell edhe 3 pakot të tjera për ju që jeni me parapagim. Është një pako super fleksibile dhe fuqishme që përfshin 3 pakot, tip mini, tip super edhe tip max. Ju kisha udhëzu me hyn në website të IPCO-s ose edhe përmes rrjeteve sociale me i pa pakot se çka përfshin, çka përmbajnë, edhe kudo që të shkoni me aktivizu se cilën që keni nevojë. Alo. Alo. Kush telefonon? Ragipi. Ragip, prej nga Pnathir? Pejt line. Hajde që shë kemi klinën. Ma bukur nuk bon, je të fol me një ambientalist vullnetar. Po? Me vite e vite. I dal me biciklet, edhe krejt lumin e pastroj, edhe qytetin edhe krejt ran. Bravo bre Ragip. A ke vrejt që ka pas ndikim kjo aktivizm i joti? A ke marrë njerëz mbrapa teje? Qore, qash shumë kom njerëz mbrapa meje, si që ditna me vetë-vetën ku marri. Bravo, bre, bravo. Sa ma shumë lajme të tilla, neve na boni qefin aq ma shumë.
Se shpesh kemi bërë thirrje edhe kemi fol për pjesën e mbeturinave që secili nëse kundribojmë me një sjellje të vetme, atëherë nuk kish me pas nevojë ragipi ose shumë tjerë me dal edhe me pasru lumin ose qytetin ose lagjen. Ose shkurt mi thon gipa. Me thon vet ku ki qef me marr një aksion ose ku ki qef me shku. Unë dëshirën më të madhe me kom me shku me liçej ton, si është liçeni i Badovsit, i Baklavës. Gip? I shkoj gipës, i shkoj. Pjesona na kapen dreja ato me repakon më të mirë, që shtu ku ti merr me pakun telefon. Po kur ndilin tembri fillimit, tani e poec. Më fion. Ndëgjani, për juve që doni nesër më uzgju në shtëpinë tuaj edhe mos më njoft, mundni me shku te Kenza Home me kriju një set mobiljeve të jashtëzakonshme. Sepse keni mundësi tash me përzgjedh mes divanit, dhomës, gjumit, tavolinës, ngrënjes të ndryshme, me boj ju setin e juaj edhe me përfitu deri në 50% zbritje te Kenza Home në Çagllavice gjeni Enza Home. Hajt merr edhe shtoset mes që gjyste e poshtë bashkë marak me. Alo, përshëndetje. Faria nga Xhilani. Si e Farie? Ju përshëndes shumë. Edhe na përshëndesim shumë. Nëse do të zgjohesh nesër diku tjetër, hajde Cim, hajde. Ku do të doje të ishe? A shtetet huaja apo edhe në vendin tënd? Ku të dush? Na e përjashtuam pak a shumë Kosovën, se jemi Kosovë, kështu që to qytetet e Kosovës nuk po i shtin analiz dikon tjetër. Po në Zvicër. Ku? Në Zvicër. Pse? Te lifdojmë shumë se si jam tonë. As ke qenë asnjëherë. Bravo bre dul dikush që thas kom qenë dikon. Me rregullat mira me pasterti. Ta njeh. Edhe kështu pas qef me shiu pak Zvicrën, a? Po be, kisha pas qef. Mirë shumë, Cimi tregoj me Prishtina Ticket më nësh me shku, vi që zgjedh venin. Tash pa viza. Bon Allah. Përshëndesim shumë, faleminderit. Faleminderit. Hajde gjithat mirë. Ola Xhilanit. Faleminderit. Po doni me ta tregucim një veturë që me cilën mundesh me udhëtum krejt këto vene. Edhe bën mund junta. Edhe po, plus ki asistencë rrugore për 3 vjet, kudo që të shkon nëpër Evropë, plus ki 10 vjet garancion për veturë kudo që të shkon, kudo që të jesh me ndodh diçka e ki garancionin. Po flasim për Toyotën, për krejt modelet vlen kjo, shkoni në Autotrade edhe provoni, testoni të gjitha modelet, edhe cila do që ju përshtatet, le të bëhet vetura e familjes ose e jotja personalisht ose e kompanisë, e biznesit, çka do qoftë, se kemi edhe shumë biznese që operojnë, funksionojnë me Toyota, që janë ekonomike, janë të sigurta, janë komode dhe çka jo tjetër. Plus 10 vjet garancion, s'ka më mirë. Apo sim? E vërtetë. Çfarë do vallëzim japja? E vërtetë. Thashë që s'kena kamerman në regji, po e bojna vetë se domethënë unë e hor. Se hor me vallëzu. Vishum vjen që ashtu qysh javë tunet vishona. Po mirë, dhe pse hor? Ka kush bëhet hor? Ka kush bëhet hor? Qa ka ky? Vallëzimi s'besoj që të bën hor. Paska, nëse do të zgjoheshit nesër diku tjetër, ku do të ishte ai vend që kishit pas qef? Çfarë arsye po përveç Rafkatërshit? Çfarë arsye keni për me shkuën çat vend? Unë kam një arsye ku isha shkuën në vend, edhe kjo është menu ku isha zgjuar nesër. Se a di nuk e kena për gjithmonë. Unë thash isha shkuar në Austin, Texas. Austin, Texas, po. Se nesër është formula Austin, Texas. Yeah. Nesër është formula nishi, atje mbahet është një gare jashtëzakonshme, një vend, një pistë jashtëzakonshme shumë e shpejt, edhe kisha pas qef me përcjell atje. Çka këshire filmin kinema më mirë? E ku këshire filmin, po filmi do më thonë, si formula nishi? Jo, s'është se patat, Brad Pitti jo, a? Jo, si aktor në ashtë a i mirë, po larga asojna që ka ndodhë aty. Pse aty thuhet që ka gjirime nga gara reale? Po, është e vërtet që i pat gjirime nga gara reale, pat disa nga pilot që kanë marrë pjesë, po nuk është ajo ndjenja, po nuk është ndjenja normal, ajo nuk është gara reale. Ja, që dhe kaj. Për ndryshe për juve që tëni me pas ndash frest, ndash me pastru ajrin, se po, këtu kondicioneret midea dhe e pastrujnë ajrin. Ka filluar të ngjilli në qytet, të ndizet, të katandiset. Jo, hunt, jo, anek, ne. Jo, era, jo. Po, mideat i kryn kejto punë, dhe kanë inteligencën artificiale që një mon për këto farë punsh. Përveç asojna ju shtim me kursye dhe 30% ma shumë energji elektrike dhe të bom pjesë lojës shpërblyese. Midea, për çdo blerje të produkteve Midea, ju futën një lojë shpërblyese për veturën BID ose BYD. Alo, përshëndetje, telefonata fillimisht. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Dardani. Dardan, nga na telefonan? Nga Prishtina. Unë vjen shumë mirë, Dardan. Tregon të lutna nëse nesër kishe pas qef mu zgju dikun tjetër, cili është vendi që kishe pas qef mu zgju? Në Ferizaj. Çka je bre të thonë, të nën kalimi, a?
Pasha zotin bro, Ferizaj. Pse kështë pas qef në Ferizaj? Se di, më pëlqej fare në Ferizaj. Okej. Larg ekipi këtu, 15 minuta. Jam Ferizaj Armalishev. Okej, u po. Hajt, 15 kënej. Po, hajde me parking, me krejt 20. Ti mos e nalë se ti qëshja pas keni shtu tani thojnë ato. O, ka dikun tjetër të ardone, ka dikun atje, që kështë do për cilat janë ato që të qenë ma shumë, na dashtëm po me të bo pak pyetje, na shta dikush ish dojnë me të prit. Nese, që telefonata tjetër? Kish dojnë në shtanaj person me zamër të madhe, kish marri, kish u dhe në Ferizaj. Po, me shumë shkune, ti kish me ditë që ku ka dasht, ajo tjetër më 15 minuta të japim, 15 tani, 15. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Me kë po flasim? Me gjyshënaje. Ajde gjyshënaje, të regëm ti ku kështë pas qef me uzgju. Unë në qofë se kam drejt një kritik për juve sot. Ajde gjyshë? Sot është dasht më të qeni tem më solidarizue me protestën që pëmbat për të... Protestën që pëmbat sot në Tiranë. Po, gjyshë. E qëfar teme kështë romandu gjyshë ti për këtë qështje? Po i shku 5-60.000 nga Kosova e gjithë Kosova e gjithë... Po, gjyshe, i shojmë edhe na lojmet si ti, i përcjellim edhe jena në gjarje shumë mirë të sojna. A mo ti di regullat tona, po, besoj? Po, na mundohemi pak m'ju largu për këtyne në gjarjeve që ndodhen, me një 45 minuta, gjithmonë kina thonë, na falni këta 45 minuta për me ndryshu disponim. Por ndryshe, na jena edhe me zemrë, me shpirt jena atje, me krejt ata, kështu që, po, jo se s'kena qef me na prej këtu. S'kena qef me na prej këtu. Qashto? Po, i pove dhe telefonota në televizoret që e këshën qitë. Ani, ata i kanë dvetat në atonat, kalot e tema jo nëse do mu përgjigj. Ani, unë nejse, mësë më mërë për të modhe. Pe marë se nuk bëm bashkë gjithë më përgjigj aty këtu po. Nejse, okej, hajde. Hajde të regona ku kështë pas qef me uzgju. Unë sot pejsim që jem të përcjell lojme të radio të në atos edhe një atëfar. Po, në regull edhe na bashkë ngjejmë se edhe na jemi pjesë e këtij populli, jemi pjesë e këtij vendi, edhe na dhem ku i dhem të gjithëve. Por, gjithmonë kemi potencu që ky emision ka rregulla të caktuara, nuk flasim për politik edhe për çka do qoftë. Nëse nëse hajde gjyshe. Nesër dikon tjetër, edhe pse nuk është çështje bashkëpolitike, po është politike. Do të bashkangjish protestës, ku s'mund të manol ku kush fjalën e lirë. Do të zgjohesh midis Tiranës, masit kryet protesta, po faleminderit. Po ç'u bën? Kaç mujtë me thon prej fillimit. Faleminderit. Kam ke mujt me dalën tim. Dhe që nin dhimbtën e luftës, e herojve ton, e gjithë atyne që kanë kontribu, po. Që kanë kontribu, unë kam luftu me zemër, me shpirt, po edhe me bukë. Faleminderit shumë për kontributin. Faleminderit. E nin zemër, ko gjë një dhimbtë edhe më thënë për mrapa, po e një edhe krenarici 2 shtete, bota e protest në Tiranë. Edhe duhet me një faknasie. Po gjyshe, faleminderit shumë, të lutem se kemi edhe shumë telefonata tjera, të përshëndesim shumë, faleminderit për kontributin çdo qytetari të këtij vendi që kanë dhënë jetën, kanë dhënë familjen, kanë dhënë gjithçka nga vetja, kanë mbetë, domethënë, me zero për këtë vend. Edhe uroj që dikur t'ja kemi shpërbly ose t'ja shpërblejmë atyne që kanë dhënë sakrificën më të madhe për këtë vend, që si kemi më këtu. E kemi përmend edhe më herët. Domethënë veç tu punu për mirë për këtë vend. Edhe tu e dash këtë vend, kaq mjafton. Tu e dash këtë vend edhe tu e respektu këtë vend duke nis prej gjërave më të vogla, më të imta. Edhe më herët kemi thonë që gjithmonë ata që kanë luftuar dhe kanë dhënë gjithçka nga vetja për këtë vend, urojmë të kthehen shëndosh e mirë në vendin ton. Por si më përmendi më herët, nuk po du me u përsërit, kritikat të tilla, kritika në fakt na gjithmonë mirëpresim, por ato çka kanë të bëjnë me rregullat e emisionit ton, aty ju lutem gjithmonë do ta keni stopin. S'po ma bëni çi tema, den. Se kishe ju atë sini me gjithë parpune. Ju sini me gjithë parpune. Pa gjyshja e kuptoj, por do më thonë këto nesen. A mi do ka njerë me hesht pak. Alo, përshëndetje, jo, s'pas ka orë. Alo, përshëndetje. Se po ma bojnë mos jep zërë. A din kështu njerës që po më shkujnë. E keni temën e gjonë. Hajde shajp. Gjokës të thamë dash, kur parasë me botu. Shajp. Nale këto, ndash mu përgjigj në temë, vazhdojna. Që s'dën, vazhdojna e marrëm telefonatën tjetër. Nuk ka me ma komentu t'in dëgjusin tjetër, për derisa se kena në linje. Kështu që mënesh me dhanë veç menimin tënë. Në regull jeni. Hajde, nëse do të zgjohesh nesër dikun tjetër, ku do të ishte vendi Shajp? Për zotin, në Mekën, Çobet, aty isha me gjithë qef.
thjesht, mirë. Faleminderit shumë, përshëndes shumë e pas një pasditet mrekullueshme. Përndryshe tash është koha për mi marr 2 emra, se dje kena lënë pak vonë dhe na ka kritikuar dikush aty që kam ka thonë Fion, se s'kum tregu. Thash hajt mos nervozoj edhe ty. Tha, më dogot I pas një post që ta emna gatshëm. Po thoni që edhe me që si raste na bojna që si sana, se vishit pyetje ja bona edhe po du me thonë edhe drejt për drejt. Du me thonë edhe në që si raste na bojna që si sana. Okej, bravo. T'lumt. Thash nëse do me marrë shpërblimin, shkru nesër. Njerëzit nisen gjithmonë prej vetës kur bojnë komente të tilla. Që na nëse kishim dash me çu dikën që shka pretendu X personi, na e kishim bo pa të tregu ose pa e bot madhe hiç. Po çka është shumë e rëndësi, është me rëndësi që personi që thëjke nuk I kishë dhënë dhonat që shkina lypna. Emër, mbi emër, numër telefonit. 2 të parat që I dërgojnë në këto momente, na kina me se për I tregojnë emrat cilat janë, edhe ka me mujt me shku me bon një eho të gjirit, që po e dhuron Yellow Pages Kosova, po? Kosova Job. Kosova Job, okej. Edhe po, mu ljell, zdi ku dola, se po gjyshja pak. Kosova Job I dhuron 20 në total eho të gjirit, në bashkëpunim me njërën për spitaleve private këtu në vendin ton. 8 me të djeshit edhe 2 sot, kështu që deri në fund të tetorit edhe 10 të tjera kemi me I nda, edhe çdo ditë do të mundohemi nga 2 me I nda. Emër, mbi emër, numër e telefonit. Kur gjatë tjetër nuk na duhet. Emri, mbi emri, numri I telefonit. Edhe 2 të parat që shënojnë që ato kanë me shku. A bon me përshëndet ikon? Merë telefonatën. Doktor Beharin, komendu që s'është mo pjesë e këtij planeti, ju ka bashku jashtëtoksorëve, po këtu ka halo. E para është bukurie Ramadani. Okej. E para është bukurie Ramadani, edhe pe presim edhe dytën. Merë telefonin si të shot dytën që ka. A je knaqur zonjë që po na vinë emrat ka shpejt? Po qysh jo. Pa ka dal mi thon. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Shkenda. Shkenda, prej nga na thirr? Nga Gjakova. Qysh e kemi Gjakovën? Mirë, mësi. Ju a jeni mirë? Mirë për mrekulli. Edhe e dyta është Gjëzide Ademi, u kry. Faleminderit, u kry për sot. Ju urojmë shëndet edhe me rezultatet më të mira të mundshme. Shkenda, tregom nëse Gjylzade, më falni, Gjylzade. Gjylzade. Po. Okej. Dhe sa e ka pa krejt mirë. Nëse do të zgjoheshe nesër diku tjetër, ku do të doje të ishe? Në Bjeshk. Në Bjeshk, po cilat Bjeshk, se Kosova ka plot. Në Bjeshk Deçanit, aty ku jam rrit. Okej. Dhe kisha dashur prap aty me vazhdu jetën. E pse a ki problem me shku atje? Nuk është problem edhe aq, po është puna që nuk bën internetin atë Bjeshku në jam rrit. Edhe tash të fëmia jashtë dikush do më thonë të shpërndon, unë po kam qef bashk me shku. Po nejse për vizit mundeni me shku. Po, se më shkuput pak për internetit për 2-3 ditë me qenë Bjeshka, ajo është fantazi, është ëndër e dikojna. Qef kështu gjithë me jetu që atje, nuk e di. Okej. Faleminderit shumë Shkenda, të përshëndesim shumë ty edhe Gjakovën. Faleminderit. Hajde gjithat mirat, faleminderit shumë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush ta telefonon? Eldona Savaj. Eldona Savaj, ti ki? Unë kam 13. 13, përshëndesim, zemër, faleminderit shumë që na ke thirr. Ky emision është për ata që I kanë më shumë se 18 vjet, edhe të falenderojnë shumë. A shkojnë aty në Olbi Mall? Po që aty deshta me thonë apo shkojmë deri në Olbi, po hajde. Ka thë po ta telefonatën, thash mos të lë me pris, ata s'u merr keq. Të shkoj hoç. Për në vendlindje me zemrën plot dhe mendjen të ke ardhmja. Sjellë kursimet në Banka Raiffeisen dhe përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Besoj kursimet e tua bankës së sigurt me tradit mbi 139 vjeçare. Askund si në shtëpi. Banka Raiffeisen. Make it happen. Kjo është bota për jetimit jetësor. Për jetimin që na ka ofruar shumë. Na ka mësu qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur I bojmë do vjet, qysh mu dok serios kur duhet,
qysh mi kombinu ngjyrat. E qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në ditën ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka me nejt, e lojt ma interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në ndorë. E në dhjetor me dhurata me i gëzuma dashnit. Shumë qka na ka mësu. Po mas shumë ti. Na jemi mësu me ta. Albi Mall, gjithmon vendi familje son. Mosu më shzet në heq në bankën tep, kemi marrë kredi për darsem, po martohemi, po shkojmë muajnë e mjaltit, edhe kështu do të krijojmë kujtime të reja. Drive Me Crazy, në Klam Radio dhe KTV. Janë do saga që nisin e mbaron. Po rikthehemi edhe njerë në 049978 po presim informatat e komunikacionit, po presim na tregu për ato pjesë të matë ngarkuara se ku i kemi qasja për dekreti i Çaglavicës në drejtim të Prishtinës është me kolon gjatë. Dalja e autostradës në Fushë Kosovë e ngarkuar si dhe vetë Fushë Kosova deri tek rrethi i Fushë Kosovës, pastaj me kolon e keni pjesën nga fshati Shkabaj deri tek stacioni i autobusëve dhe në Prishtinë hyrja është me kolon nga kazerma Demjasharit deri tek udhkryqi i katedrales. Këto janë dhe informatat e radhës që i kemi pranuar 049978 ndërsa Petrol Company në Fushë Kosovë po ju pret me super çmime si dizel ashtu dhe në benzinë keni 1.19 litrën e gjithashtu mos harroni me u bë dhe pjesë lojësh për blyse kur të rimbushni makinat me derivate tek Petrol Company me fituni vetur që po e dhuron Petrol Company. Eminet, përshëndes, mesazhi shumë i mirë. Alo, përshëndetje. O, përshëndetje, e përmeni dikush që është shukësuar të mundak? Jo, halo, kena, në menje e kena pos, a mo mi përmen si kena përmen. Unë e përmena. Unë e shkova dete, unë se përmena, Fiona tha unë e përmena. Mu merë si SOS, merë kështë. O, t'jen ty menjere, edhe këto e për doktor Beharin, thash, mendova që ka bashku jashtë të këthorve, po jo, halako kanë Kosovë. Ky menjere, a din thërën, së më thërën. Po de. O, jashtë të këthor. Por në drejt kallzom ku ishe zgju nesër. Po du me ta di përgjigjen drejt. Mos baj gore. Ja s'po bëj gore, shash për me ku kallzoj. Kështë minutë ngu këtë reklamë që më shuta, vetë që më lat pak me meditu. Kështë minutë sa mirë me pas herë gjyrzada është. E unë i shakoj lumtur me pas. A di se mundesh me thirrë çu dush. Dash gjyt dash zade çu dush. Koja për me e ty ç'është thirrën ty? Mu gjithësisht, mu games, shket zen, jashtë toksor, syrë të kush dhe këtë. Okej. Dhe më thonë edhe ti ki edhe do emna tjerë, kështu përveç ati në tani. Po si kom originar, si kom. Mu thiri fjolla. Këta fjolla, hajde më orime, a pa djela, a qyshe pa djela pa ndove djela. Pa më se andro emri tash. Orime për djelin edhe 127 për kredi djelat, inshallah ka një gjatë, faleminderit jashtë toksor. Se e posh postimin me të vërtet më shumë për çfarë thirrë, sinqerisht se s'duhet të bëjat. Se s'mujtë më shkruaj privat aty në Facebook. Po ka shkruaj po me çash mjafton. Faleminderit. Lebra mos baj gore. Lebra mos baj gore. Jo, jashtë kësorish diçka të më them. Dikush më ke shkruajt prej dëgjuesve tha ka menduar se je single. Shumë e fortë. Po. Çfarë më sa zgjodhi shumë se në nervozuar si. Hajde se nervozohemi. Mos më nervozu. Çu kallzoj çfarë mesazhi më ka ardhur, se kisha lexu, po mos i pethu që pe lexoj. Tha, un fal pse po lejoni atë shumë e marr kohë. Domethënë dëgjues që po zgaten kështu. Edhe po thot ajo ose ai më ju tregu çka më majt në emision, edhe këtu ka drejt plotësisht, se na metun pa u kyç. Do më thonë edhe na marrim kësi kritika çdo ditë që po zgjosim muhabetin. Hajde ta shkurtoj unë se tani mund kritikë më gjuan tani. Po, ti vishe pote. Dy vena jam, po mes dy vena, po më shumë u përcaktova mes Silverstone edhe Viva Las Vegasit, kuptohet? Las Vegas. Po më pëlqen ky veni shumë, a?
Shumë edhe mu për pjesë. Kam një mike, një dëgjues atje, gonën në kohë që të na dëgjoj e përshtatshëm, edhe gjithmonë mendoj herë të vërtetë të shkoj. Ton këtu me nëse shkon mos na harro dhe mu Fionën. Ai foto tek shumë më na po ndër neve dyve na shton na merr të dy atje. Ta thonë që vend magjik definitivisht. Po, është edhe çka a di atje, po pe dena fjalën aty fillim me ki kurten. Çka ndodh në Las Vegas? Po, mbetet në Las Vegas. Në Kosovë, kishte në aeroport aty në Slatin. Le të mbetet në Insta Story. Kolon e gjatë dalja e autostradës në Vetërnik. Në këto momente ka arrit një foto prej kësaj pjese, po shihet e ngarkuar qasja për tek rrethi i Çaglavicës dhe pjesa nga dalja e autostradës ose nga bresja në drejtim të fshatit Vragolin. Këto momente është pjesë e ngarkuar me kolon. Çe telefonata? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. E sa shpejt shkoi koha. Përshëndetje, me kë po flasim? Me një shikuese nga Prishtina. Hajde shikuese nga Prishtina. Tregom ti nëse kishe pas mundësi me u zgju me një vend tjetër nesër. Ku kishe pas qef? Nesër kisha pas qef me kanën në Kanadë. Në Kanadë, ku bash? Te Kanada e Madhe? Te Kanada e Madhe. Po ku po tham? Në Kanadë. Okej. A ki naj person të veçantë atje, a thjesht kishe pas qef me vizitu Kanadën? E kam motrën, atje që 3 vjetë sa kum po dhe kum. A po, na ke përmend. Edhe na kishim pas shumë qef me na thirr një ditë edhe me na thon hey, jam Kanadë. Shikuesja e Prishtinës tash në Kanadë. Kojshikja. Faleminderit shumë. Merr edhe çat modën tem ka shkojsh. Ai ka vetë pikë Kanada. E dim ka tregu. Më ka tregu, po. Ej, faleminderit. Hajde po ngjalën Macron, faleminderit. Kojshike deri na këtë komunitet, a këtë njofsh. Moj fion. Pa ma po Gjosh që çfarë atmosfere po bëhet. Hajde kujshiti me ma gjallë, kur veç kur të më shohin, po të këshyrim çdo ditë, po ani, tregona që po na këshyr. Herë na herë, tu jem kujshia i Fionës se kena qef na bëhet çefi, çat ka qellu. As nuk po mpysen mo që Ni uj rrugove, çka ka qellu? Buke krype zemër. Ta sartë shoh dikon, as nuk pyesin që shija i mirë. Po të shohim ti mirë. Po më ka dalë se... Ku pedente, po nejse dhe pa jeti po kesh, jeti këse. Alo, përshëndetje. Edhe njerë se s'po dëgjosh mirë? Arsem. Tunë gjatjeta Arsem. Arsem, okej, që to adhone niva, veç Arsem. Kushtë ka telefonu? Fatë një të të njës. O, Fatë, mëse nëzën telefonin me faqë se minë zipt po dëgjojna. Jo, mërë se që është ashtë mirë, është mirë. Ti shka bone, Fatë? Ja, po më do këtë ishe kom pak si në krak, shto e dejso e shu. Cima me pas mund të tim gjunesër i shas gju në ton afer kantonit Bernit në Zvicër. Pse bashkë aty? Pa një 28 muj për në 89 në 92 që aty ku më punu. Që aty ke punu. Edhe kështë pas qef nesër mu zgju që aty me pi një kafe me nej të nditën tani mu këthy. Sigurisht. Bashkë mirë. Sigurisht. Po më pëlqen. Ju përshëndes, ju uroj gjithë mirat. Edhe na ty përshëndesim edhe të përqafim. Kalofsh mirë. Solit të çmuar atarit ose edhe linjën e diamantëve kur dëni me ble, duni me shku tek Rubini, sepse po i keni certifikuar me kësisane, edhe përveç asaj na keni mjaftueshëm zgjedhje. Pra për çfarë do dhuratë të mirë që doni me bë, për çfarë do aksesorit mirë që doni me ble, te Rubini në qendër Prishtinës në Albi Mall ose në Ferizaj. Mos na e përmend zgjedhje se çto na kanë ardhur. Po si tash për diçka tjetër më fol, po të vjen ndryshe. Po ja bëni çorën, vetës se dikujt tjetër, hiç zgjedhje. Alo, përshëndetje. Alo. Kush telefonon? Naza nga Xhilani. Naza, të lutem ndalja zonin televizorit derisa të bisedojmë telefon. Çfarë do të skaj? Po, mirë. Ju përshëndes. Faleminderit e na të përshëndesim. Ju ndjeki gati çdo ditë. Edhe gjithmonë kam një përgjigje, po herë së një marë, herë heziton, herë s'kam koha qështu. E sot pse të pëlqej tema? Ku kështë pas qef me u zgjuti? Më pëlqej tema se kisha pas qef me u zgju në Houston të Texasit. Edhe cimi tha, po than Austin. Unë në Austin, nga që aty jena. Po, të gjuva. Kone ki atje? Arsem atje kam djalin që 1 vjet e gjysë kam pa, jam mërzit. Je mërzit. Po uroj edhe ti sigur. Me shku me pa ku po jeton, qa po pa. As ke qenë kur atje, ha? Jo, s'kam qenë as njëherë. A po thot paktën që është mirë? Po mirë është, po punan, po studian. Shumë mirë. Po më vjen shumë mirë që i kanë këto mundësi. Me të thot larg. Po më vjen shumë mirë që i kanë këto mundësi me shku me punu edhe me studiu, se definitivisht po shpresojmë që këta 3 atje që po studiojnë
Kanë më ardhur dhe nesër mas nesër me bo. Jo, ai nuk është të studiu atje, ai ka shku si student. Po? Me work and travel. Po çaj është? Mirë po mbete, po studion për mundësia tash me kry online. Prej atje në Universum është të Prishtina dhe të kry prej atje. Po i vazhdon studimet këtu. Që do të thonë një shtetar nga Amerika të kry shkollën në Kosovë. Bravo, po m'pëlqen. Po m'pëlqen. Ende sot qytetare e Amerikës, po inshallah bëhet. E di që ka me qenë një rrugë shumë e gjatë, derisa po të bëhet qytetari i Amerikës, edhe ndoshta keni me pas pak vështirë me qenë bashkë, po uroj që ti nesër mas nesër me mujt me shkoj me vizitu. Ti ku i shikja dhe krejt çka si keni pa familjarët me vite tëra. Faleminderit edhe na të përshëndesim. Po na i zbukuroni ditën. O, faleminderit. Jo përshëndes. Faleminderit, përshëndesim shumë. Ashta Fiona, po se jo në mrall. Pit mos me i pa një vjetë e gjysë. Po është tash mos tina, mos ma prek bre. Alo. Alo, mirë dita. Mirë dita, mirë mrama, çish dush se ofër mrami s'jena. Ofër manga. Kush na ka telefonu? Unë. Ti je? Unë. Hajde ti tregona, nëse nesër ishe zgju dikun tjetër, ku ishe zgju? Po mas paren ka që ka uqi me kanë shtetin australian. Në Australi. Bravo. A kështë dash në i bol nga ta jo? Edhe nërë. Pse bash në Australi? Se di që në të. Ta një fshat mira. Faleminderit shumë që na ke thirrë ti. Edhe morrej me këngura. Valla s'kisha thonë mu gut me ata. Së dida me këngura, me qato që i përmena une. Çka ka atje tjetër? Gjarprin. Çka je tu thonë? Në përshpejnë. Po anë se s'ka punën e vetë e kanë ata. Ja, 3 metra. Faleminderit ti që na ke thirrë. Nga une. Ej, une të përshëndes. Une tha. Une të tha, pëse bifu ti? A i tha une. Ti, faleminderit nga une. Se mi thonë edhe une. Ti është dash mi thonë une. Faleminderit une. Po. Faleminderit une nga ti. Të shtu i ro. Okej. Hajde edhe një telefonat tjetër. Alo. Eu termokos, eu. Alo. Shumë cënë. Alo. Përshëndetje, kush telefonon? Une. Servetin nga Zvicra. Qysh je, mirë vete, a je mirë? Servetja. A servete, më falë. Tregom ti ku kështë dash me uzgju. Në qica, është edhe kje vete. Vete. Ku kështë dash me uzgju ti? Unë kësha pas dëshirë me uzgju në Sarajev. Në Sarajev. Okej. A ke qenë ma herët? Jo, nuk kom qenë vitë, më kanë tregu se është veni bukur. Po, edhe unë kom dëgju që ka ekstrem bukurin natyrore Sarajeva. Që ashtu edhe në kom dëgju, e besoj shpejti do të shkoj. Mirë shumë. Tregona tani atë pëlqej ajo. Se të shku jena. Ej, po ati në fakt na me viza, do të më shku në Bosnën me kalu pa viza. Faleminderit gjithat mirat. E ka Ismet Peja më do këtë, Ismeti e ka një kongë, Sarajev. Dhe ti bukur, atë shtu diçka se mundova. Kemi dhimbjet për bashkë këta, po përveç asaj është edhe vend shumë i bukur. Ismet Peja. I ndjeri, po i mëshëm. Alo? Pas kemi ku, halo. Pas ka shku telefonata. Ani dhe i sot vjen tjetra dhe njerës se pashtu që patum edhe do foto, po përna vin tash po do të përna tregojmë për pjesën nga dalja, ose që është Kolona, Fion. Hajde. Nga hyrja në Fush Kosovë derit në fshatin Vragoli është Kolona gjatë. Dalja autostradës veç është bo me Kolona gjatë në këto momente. E ngarkuar është pjesa edhe dalja autostradës edhe në Veternik përveç se në Fush Kosovë në këto momente. Shumë keq se ideja autostradave cim është për me e lecu komunikacionin. Pas ka ndodhë një aksident. Okej. Në fshatin Vragoli. Edhe pa aksidente po kemi Kolona në për autostrada. Po, shumë mirë që po na informoni. Ngosht aty, vesh një prej 5-1. Alo, me dalë ata një. Alo, Viber. Alo? Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Qaj ma herët, une. A dhe ti, una? Edhe une këtu. Edhe ti këtu, okej. Ku do të doje të zgjohesh e nesër? Nëse të kishar mundësia me u zgju me një vend tjetër, cilin vend e kështë zgjedh? Dikon para vdetit, pa ma para si shku. Ku bash para vdetit? Në Shëngjën, Velipoj? Ku është koha mirë, kërës vjesh lisi? Ku është koha e mirë, du më thonë. Edhe ti pas ke qanina ka Australia, qanej dika, se ta është atje bot verë. Të më pengon, kërkom. U kryoki, faleminderit shumë që na ke thirrë, po të përshëndesim e pash një pasditë të mrekullueshme.
Faleminderit. Do të diçka bre pak më me disponim, do të më konsult me disponim se. Pak shiko, është pak vranët, kështu që edhe na do gjithsesi me qenë vranë. Diç s'na çelë, çfarë? Në fakt nuk është shumë ftoftë. Është pak hapun, po jo mjaftueshëm. 13 gradë në fakt është për momentin temperatura, 12 pas ka rënë. Fal se 13 kanë fillim të emisionit, tash është 12. Po është ajo ndjenja që është pak më ftoftë, 8 gradë. Po prapse tu e marr parasysh që jemi në tetor, temperaturat janë super. Alo. Telefonata. Shëndetje. Telefonata. Kush na përshëndet? Një dëgjuese nga Prishtina. Hajde dëgjuese nga Prishtina. Ku kishe pas qef me u zgjuti nesër nëse kishe pas mundësi? Kisha pas qef në Norvegji. Norvegji. Ata po lypin vendet ngrohta tropikale, ti po do të më shku atje më ngri. Ku bash? Shumë natyra e mirë, shumë. E vërtet. Dyer kam qenë, shumë natyra e mirë, pas. Po dhe po, ke qenë, pse rregull, gjitha. Në cilin vend ke qenë saktësisht, a e mban mend se kanë emra të goxha të vështirë për me u shqiptu? Trondheim. Trondheim, a? Trondheim. Nëse leja Heim. Okej. Trondheim. Okej. Trondheim. A ti ç'po tingëllon sikur në Google Translate kur e lyp nai fjalë me ta lexu. Ç'ashtu po tingëllon. Faleminderit shumë. Me qofsh. Hajde gjitha të mira. Faleminderit shumë. Ti shumë e mirë. Faleminderit. Vishkja e mira? Pa të dytë po thasë do mos të. Teja skota zgjedhe kjo une. E zgjedhe. Te det, ja vret me mi dosi me mbrapa mos bajgoj. Sidomos pa ti shumë e mirë, a nisë është problem. Hajt fol që dash mësh, a den kishe si kanale. Aja nolja. Po, hajt fol mësh. Ne të përshëndesim edhe të përqafim shumë. Jo nësh për ne kom qef kur i thojmë fionës e mirë se tani thonë e kom kolegen e mirë apo kupton. Ka nevojë mi thon. Edhe ka nevojë. A mujna me marrë dhe një telefonat fundit mujna. Po që shtë më në qevi që a jetu dhonë, kom kolegën e mirë, thëmë. Halo, përshëndetje. Halo, se komë në qitë ndjenja, a din kështë shprekite. Halo, përshëndetje. A tu për këpa flasin. E ndret në doma që do. Halo, përshëndetje. Shëndetje. Halo. Është bre dikush në linje, diqysh pa lidhe me jakput dhe sa mundu me marrë linjen. Okej, hajde bëve presim telefonatën e fundit për ditën e sotme. A bjen për qëtja? A më kaksi që telefonojnë vish me auni frymarjen. Alo, po bile letë merë frym. E fundit për këtë javi bjen, s'ki që. Alo. Alo, Mirdita. Mirdita, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na telefonon? Një gjyshe nga Gjakova. Hajde gjyshe largo pra prej televizorit se je fundit tregom drejt nesër me pas mundësi mu zgju dikon tjetër. Ku ishe zgju? Isha zgju në Gjermani. Në Gjermani, ku bashk? Ku po dënë? Ajo, në Gjermania ma, dhe vesh kisha dirë më shku të mbesa se e presht një vajzë me marës mu bas të gjyshe. Edhe me përjetu do me thonë atë momentin. Okej, faleminderit shumë, ajo ardhë me krejt mirat e botës edhe faleminderit që na ke telefonu. Faleminderit, punë të marë. E pa shnetën. Qav, kaloshe mirë. Mos, rëni, do me thonë, sa ma shumë fionës mi thonë, adin. A më ka merita këtu edhe të dikuj tjetër. Po te? Jeta. Jetë po vre do më thonë. Edhe pse bashkimi tha, kur qysh heq tha s'po dokësh, lavdroje sa dush ta jetën, tha shumë keq po dokësh. S'disha që ka boja në krytën. Jetë, a kish pos mundësi me ardhë dhe një ditë një me? Shnja 2 fije që të bardha. Gjithë të pret, edhe bashkimin e kësha qu. Edhe bashkimin e kësha qu me pa pak. Qysh puna? Okej, po shkojna. Garant s'ka flok. Let mi bom flok ka shurrejna. Garant s'ka flok për që ato i vjeni noti, mje pas të komente negative. Për një me, jetë mere ndora manë se u mytë të na shoa bashkimi. Ai për që ta kishe pëse s'po merë një dhe mu. Nejse, du me falenderu shumë Jeta Baholli, Hair and Makeup, e keni në Instagram edhe në Facebook, nëse doni me pa punën e saj të jashtëzakonshme. Në pjesën e dytë këna me qenë bashk edhe për një orë tjetër, nëse doni me na dëgju glamradio.fm. Për ndryshe, nëse s'keni mundësi, shihemi të hanën. Jo, më saroni me bo ato që duni me bo gjithmonë, ku dë që tjeni, me epë shumë dashni. Tung.